Ky bashkëpunimi që kishe me Eglin dhe ai po ashtu rezultoi shumë i suksesshëm, njerëzit e pëlqejnë, është bër le të themi highlighti edhe në rrjetet e tjera sociale, në TikTok edhe është e pozicionuar shumë mirë për javë të tëra në Top Awards. Dhe vërtet që ishte një bashkëpunim, le të themi, i lindur nga diçka që ju nuk e prisnit që do të ndodhte. Pra Big Brother sigurisht që ka impulsin e tij, por ishte diçka që erdhi si natyrshëm dhe shumë spontane. Faktikisht kënga është realizuar diku te 2 muaj përpara se të Egli të hynte në Big Brother edhe është lançuar pak para se të hyje ti në Big Brother. Dhe domethënë ishte një projekt që Egli ishte më përpara tek një projekti im që ishte pjesë e klipit, domethënë protagoniste e klipit dhe i thash pse nuk e tenton tek muzika. Tek muzika sepse ajo realisht është e intonuar, domethënë normalisht imazhin e ka tek pjesa. Ka dhe zë shumë të mirë. Tek pjesa vokalit është mirë. Edhe e tentuam, domethënë kemi edhe disa materiale të tjera që ajo i ka, por normalisht Egli ka firmosur diku. Ka një studio menaxhimi tashmë. Menaxhim, ndoshta kur ta shohin strategjinë sipas atyre, absolutisht studia ime është e hapur, nuk është një problem. Në fakt ka qenë një ndër këngët që menjëherë sapo doli u pozicionua vend parë, njerëzit filluan ta pëlqenin. Është Efekti i Big Brother, kam përshtypjen, edhe i personazheve, dhe i dinamikave që ndodhen në Big Brother. Është shumë e rëndësishme pastaj asociimi që bëhet ai këngës që u krijua me ngjeshjen e dinamikave, sepse dinamika i jep pastaj atë rëndësi. Ishte një këngë që i përshtatte. Po pikërisht për kur dola unë tani dhe po shifsha i klip që ishte montuar, domethënë me këtë këngë në fond. Me këtë këngë, ne shifshe ti gjestit që rritet kështu.